Me 1 dhjetor, televizioni Adrianet, nisur nga gjendja alarmante që konstatoi, transmetoi një kronikë që duhet të ishte shqetësuese për institucionet shtetërore, pasi konstatonte një gjendje mjedisore alarmante në lagjen numër 13 në zonën e Arapajt plazhit, që po e riparaqesin për të rishikuesin tonë. Më ditë pas kësaj kronike, situata duket e pandryshuar. Pamjet e filmuara të mërkurën janë po aq shqetësuese sa 17 ditë më parë. Mbetje plastike dhe inertet vetëm se janë shtuar me shtresat e tjera. Po heqim edhe një herë vëmendjen se ndodhen në mes të një zone të banuar dhe turistike. Ndërkohë, janë publikuar pamje ku bëhet me dije se Bashkia e Durrësit ka organizuar ditën e pastrimit në kepin e Redonit dhe shënohet se kujdesi për mjedisin është një përgjegjësi e përbashkët. E drejt po të gjykosh, por nëse llogaritet se atje tashmë nuk ka asnjë banor dhe organizohet pastrim propagandistik, po në zonën periferike të plazhit, që është zonë turistike dhe që ka rreth 15.000 banor, kush man përgjegjësi që lejohet të krijohet një landfill?